Shumë futbollistë amerikanë kanë bërë pjesë e vllaznisë. Si ndjeni? A lot of players from USA came to play for Vllaznia. How does that make you feel? It feels great. You want to come to a team where you can obviously bond with the girls, and I think it's definitely helped to know people from your home country. And then, when you get with a ton of different girls from different places, you can obviously come together and share experiences. So I think it's been really great to have some people that you know is from your home country. Është një gjë shumë e mirë thot, pasi janë lojtarë nga vende jot që kanë ardhur, kanë luajtur, kanë dhënë maksimumin edhe kanë ikë edhe herë në Amerikë me mbresa shumë të mira. Edhe gjithashtu është një gjë e mirë që janë vajza prej disa vende të ndryshme që me cilat mund të bashkohena, shkëmbejmë eksperjenca dhe arrijmë diçka. Kur morët feshën e presidentit Lazar Matias, si e pritet? Mentuat do të udhtoni drejt Shqipërisë dhe drejt Shkodrës? What were your first impression like when you got the offer to come play here? Yeah, I was super excited. I think for most of us it happened super quickly, but when you hear about a team that's ready to play in Champions League, you jump on that opportunity. So I think just kind of jumping into it and kind of trusting yourself, I think it was a great decision. So obviously just super excited to get here. Gjithçka të bëhet shumë shpejt, por kur të kërkon një ekip I cili luan në Champions League, duhesh me qenë gati edhe unë direkt e pranova ofertën edhe erdha këtu. Për herë të parë në Shqipëri dhe në Shkodër? Is it your first time in Albania and in Shkodër? Yes, yeah, my first time. Është hera e parë. Përshtypja? Your impressions so far? So far it's great. I mean, the people and the culture have been great, especially the girls on the team. Like we said, super welcoming, so it's been super easy to adjust so far. Është e lehtë për mua më ambientu sepse vajzat kanë qenë shumë mikpritëse, gjithashtu edhe qyteti edhe kultura më kanë lënë një mbres shumë mirë. Me datë 5 gusht ndeshja e parë në Çipër. Si e parashikoni? You play on August 5th in Cyprus. What are your predictions? I think we're going to win. You want to walk into a situation in a game like that, so you got to trust your team, and I think we've been doing well all preseason, so we want to make the team and all of our supporters proud, so I think we're going to do well. Unë mendoj që do të fitojmë, sepse unë kam besim te vajzat, te stërvitja që kena bërë, tek përgatitjet që kanë bërë stafi edhe duhet me shku atje me kokën lart, duhet me ikë me objektivin për të fituar. Si sulmuese, premtoni një gol për Vllaznin? As a forward, do you promise to score a goal for Vllaznia? Yeah, we're going to do our best, so that's the goal, is to score some goals for us. Do të bëjmë më të mirën, thot ai është qëllimi, thot me shënu gola. Succes. Good luck. Thank you, guys. Thank you.